Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra, a keni menduar ndonjëherë se cili është armiku kryesor juaj? Natyrisht, secili prej jush mendon dhe beson se armiku kryesor i njeriut është djalli. Në fakt, ashtu është, por kemi edhe një armik tjetër të brendshëm që quhet ego. Dhe natyrisht, egoja është armik të cilën secili njeri duhet ta edukoj dhe ta sjellë në një pozicion që ta ketë në nënshtrim të plot, për arsye se egoja është gjëja të cilën njeriu e don, s'ka dëshirë ta kritikoj, pra egoja është vetvetja jonë, është ajo që ne e duam dhe nuk dëshirojmë askush na thot asnjë gjë për vetveten tonë. Allahu në Kur'an thot vërtet që ka shpëtuar ai që pastroi shpirtin e vet, apo egon e vet, nefsin e vet, ndërsa ka humbur ai i cili e ka lënë anësh apo e ka neglizhuar. Sot do të flasim për sfidat më të mëdha, pra me sfidat e njeriut që kanë bëjnë me këtë rast, pra me egon, dhe për të kuptuar këto sfida, për të kuptuar këto probleme që kemi, ne do të bëjmë një udhëtim që frymëzon, sfidon dhe ndryshon jetën tonë. Prandaj qëndroni me ne deri në fund për të kuptuar më shumë rreth realitetit të egos. Si bëhet edukimi i egos? Çfarë është nefsi dhe pse është i rëndësishëm? Në fakt, nefsi është një kombinim mes trupit që është nga dheu dhe mes shpirtit që është nga qielli. Dhe në fakt këto të dyja vazhdimsi e sipër kanë probleme me njëra tjetrën dhe janë në konflikt me njëra tjetrën. Dhe për këtë arsye dhe tek njeriu ngjallen këto ndjenja negative, sepse siç ka ndodhur edhe në historinë e njerëzimit, bite njeriu të parë, Ademit alayhis salam, ishin ata të cilët patën problem, sepse njeri vepronte me ndërgjegje dhe ndërsa tjetri vepronte me ego. Ai i cili vepronte me ndërgjegje hapte rrugët e zgjidhjeve të problemit për çdo gjë, ndërsa ai i cili vepronte me ego ishte i mbushur me xhelozi, me urrëtie, me smir dhe me kajtje të shumta të cilat në këtë botë, nëse njeriu ja lëshon frenin atyre, është i humbur përgjithmonë. Për këtë arsye dhe historia e bijve të Ademit përfundoi me fatalitet, duke ditur se njëri prej tyre mbyti vëllaun e tij, duke u bazuar në kërkesat e egos. Çfarë është nefsi jon? Është gjithashtu është vështirë që gjitha ata njerëz të cilët mundohen ta edukojnë nefsin e kanë të vështirë. Është e lehtë të edukosh ndoshta një fëmijë, është e lehtë të edukosh shoqërinë në cilën jeton, por është shumë e vështirë që të edukosh vetveten tënde. Prandaj pyetja tjetër vjen, pse duhet ta edukojmë nefsin tonë? Sepse një nefs i pastër do të shpëtojë. Një nefs i cili nuk është pastruar do të humbë. Dhe Allahu Gjeleshanuhu ka thënë në Kur'an, vetëm ai i cili më ka ardhur me zemër të pastër do të shpëtojë. Ndërsa vetë pejgamberi alayhis salam ka bërë lutje, o Zoti im, pastroje nefsin tim, sepse ti je Zoti i tij. Pra, është lutje që ne, secili prej nesh duhet ta bëjmë. Lutje tjetër që ka bërë pejgamberi alayhis salam, o Zot, kërkoj mbrojtje tek ti, që të më ruash nga një nefs i cili nuk ngopet asnjëherë. Si ta edukojmë nefsin tonë? Nefsin tonë, fillimisht duke e kritikuar, mund ta edukojmë atë. Duhet flasim më shpesh me veten tonë, me nefsin tonë. Të jemi pranë njëri tjetrit dhe të bisedojmë sa më shumë sikur ne jemi në brendësinë tonë kemi diçka të veçantë dhe në vend që të merremi me televizor, me telefon apo me shoqëri pa denje, ne duhet patjetër që të ndalemi
për pak kohë, për disa momente, qoftë edhe 5 minuta në ditë, të bisedojmë me njëri tjetrin dhe të flasim sa më shumë dhe të jemi pranë në mënyrë që të kuptojmë kërkesat të cilat burojnë nga nefsi. Këto kërkesa janë të shumta, sepse është vështirë që ai të ngopet, por ne duhet bëjmë pamundur që ta edukojmë atë. Nëse ne kritikojmë nefsin, na duket shumë e vështirë, por fillimisht kur ne dëshirojmë të kritikojmë të tjerët, atëherë themi, si është e mundur që ne i japim liri të kritikojmë të tjerët, por në momentin që të tjerët na kritikojnë neve, e kemi të vështirë të pranojmë këto kritika. Megjithatë, sahabët e pejgamberit a.s. ka qenë ndryshe. Ata e kanë quajtur dhunti nga Zoti që të kesh ndoshta një shok, një mik, i cili në vazhdimsi të rri gati me kritikat e tij në moment kur sheh një dobësi në jetën tënde. Kështu do të jemi ne edhe me vetveten tonë, duhet ta kritikojmë atë, duhet që të jemi pranë tij në momente të vështira, sepse vetëm këtë mënyrë ne mund të edukojmë atë. Gjithashtu, nefsi edukohet me disiplinë, me adhurime. Dhe adhurime të shumta, siç e dimë, për nefsin është të vështirë që njeriu të arrijë ta urdhërojë që të bëjë ibadete dhe adhurime, të lexojë Kur'an dhe të bëjë dhikre të ndryshme të cilat janë shumë të rënda për nefsin. Gjithashtu, ne mund të pastrojmë duke i sjellur veprime të cilat janë në pajtueshmëri me moralin dhe me vlerat universale. Për shembull, ka njerëz të cilët janë koprac, por duhet të di se gjë më e bukur është që këtë cilësi të keqe ta zëvendësoj me bujarinë, ose është dyftyrësh, dhe pse të mos jetë i sinqert, ose është gjithashtu i ashpër, pse të mos bëhet i butë, apo ka dyshim në bindjet e tij, pse të mos e fitoj besimin në Zot në mënyrë që të jetë i shpëtuar si në këtë botë dhe botën tjetër. Shembull, imagjinoni njëri i cili ka një kopsht me lule, por asnjëherë nuk e pason atë nga barërisht të tjera. Dhe përpasoj, kopshti i tij do të shndrohet në një kopsht i mbushur me gjemba, sepse nuk e ka pasuar atë. Ashtu është edhe zemra e njeriu. Nëse ne nuk e pasojmë atë, ashtu është edhe nefsi i njeriu. Nëse nuk e pasojmë atë, nuk do të mundemi asnjëherë të arrijmë që të përfitojmë një nefs të edukuar dhe të nënshtruar ndaj kërkesave tona. Gjithashtu, pejgamberi a.s. ka thënë që në trupin njeriu është një cop mishi. Nëse ai është në rregull, çdo gjë është në rregull. Prandaj edhe ne lutemi që zemrat tona të jenë në rregull, të jenë të pastra, të jenë të larguara nga çdo gjë që dëmton zemrën tonë, nga urrëtia, nga zilia, nga mëria dhe nga çdo veprim tjetër që na dëmton neve dhe shpirtin tonë. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Deri në videon e radhës ju lëm në mëshirën e Zotit fuqiplot.